Së pari, ju uroj mirë se ardhjen dhe ju përshëndes përzemërsisht. Dhe shpresoj se dhe në emër tuaj shpreh mbështetjen e plot të opozitës shqiptare për çdo punojës të zbatimit ligjit, punojës policie, punojës të shërbimit informativ, punojës të BKH-s dhe hetimit, prokuror, gjykatës dhe të gjitha ata të cilët me ndërshmëri, me guxim, me integritet dhe kurajo vendosin të zbatojnë ligjin. Ky takim sot, ndër të tjera synon të shpreh mbështetjet plot atyre që zbatojnë ligjin në këtë vend. Dhe opozita ka qenë, është dhe mbetet e përcaktuar për shtetin ligjor, kushtetutën, si kuadri më i mirë për respektimin e lirive dhe drejtave të qytetarëve. Natyrisht, duke thënë këtë, opozita ka qëndruar dhe qëndron ndaj çdo shkelje, ndaj çdo dhune ligjore të përdorur për qëllime politike. Dhe këtu ne jemi të palkundur në këtë qëndrim. Por ndallim nga të tjerët, opozita nuk ka organizuar, ndoshta ka të drejtë të organizojë, por nuk ka organizuar ndonjëherë dhunë ndaj organeve të drejtësisë, por është përballur pavarësisht nga absurditetet që mund të jetë detyrue, ka dëshmuar se në një shtet pushtetet janë, kushtetuta i ndan pushtetet dhe ato duhet respektuar. Pra, nuk ka bërë atë që ka regjistruar për herë të parë narkoshteti shqiptar Edi Rama me Erion Velin, që rrethuan dhe dhunuan prokuror, gjykatës dhe hetues, kur u arrestua, kur doli para gjyqit, hajduti i tretë më i madh i vendit. Me këtë rast, unë gjithashtu duhet të denancoj çdo formë kërcënimi ndaj punojësve të zbatimit ligjit dhe familjarëve të tyre. Dhe ta garantoj Edi Ramën se për çdo akt ndaj tyre, për opozitën shqiptare, ai do ketë përgjegjësi personale. Nuk e di a e keni dëgjuar ju, apo jo, njeriu më i afërt, goja e tij, po thuaj, fliste sot për luftë. Luftë, thoshte, sepse prokuroria po sulmon gratë e pushtetit.
Dhe kjo, si pas ti, do të çojë vendin në luftë. E imagjinoni ju, të dashur miq, kjo që po ndodh është tipike për një narkoshtet. Mos harron një zëvendës kryeministër. Një zëvendës kryeministër. Pa kërkuar prokuroria, pa kërkuar, pa paraqitur kërkesën për hetim, dorëzoi mandatin dhe postin. Dhe ky është Ilir Meta. Sapo doli një dokument 100% i manipuluar dhe falsifikuar nga Edi Rama dhe Filip Çakulli. E faktuar kjo. Sepse kodi etik dhe moral nuk lejonte, më tha ai mua, nuk mund shkoj unë si zëvendës kryeministër tek hetuesi. Hetuesi do shkoj si njëri i thjeshtë, si qytetar i thjeshtë. Fatmir Mediu, për një çështje që ishte absolutisht tërësisht e aparatit ushtarak, strikt, dha dorëheqjen nga posti dhe shkoi në para hetimit. Në çdo rast, një ministër tjetër, Ilir Usmajli, u shkarkue brenda 24 orëve për qëndrimin që mbajti ndaj drejtorit që denonte korrupsionin. Ilir Usmajli ishte bashkëpunëtori im i afërt. Por kur shkarkoi drejtorin për shkak të ndërhyrjes së vllaut, Ilir Usmajli u shkarkue. Janë disa norma dhe standarde nga të cilat ne nuk mund të lvizim. Kurse tani ka një muaj që shteti është i gozhduar, narkoshteti është i gozhduar, sepse Lubi Balluku nuk jep dorëheqjen, sepse Edi Rama merr hapin e turpit, e çon gjykatë kushtetuese dhe merret një vendim gjykati pa ndigjuar ndonjëherë për t'i heqë pezullimin dhe ka 10 ditë që ditë e natë falsifikon dhe modifikon provat. Unë përgëzoj vendimin e prokurorisë për të kërkuar arrestimin, heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj, si kusht për të mbrojtur interesin publik. Dhe tani bëhen 100 manovra që ajo të mos shkoj atje ku e ka vendin. Përkundrazi, flitet për luftë. Se del dhe linda tjetër e linda me radha, më thopë. Nuk ka patur kur një situatë të tillë si kjo. Kur. Ju e pat, çfarë ndodhi dje në parlament. Dhe tani kërkojnë të përjashtojnë gjysmën më shumë se gjysmën e 2/3 e deputetëve nga parlamenti. Po pse janë kështu? Sepse ai që drejton grupin parlamentar të Partisë Socialiste, ai është një kriminal, më kriminal se Suel Çela, më kriminal se Elvis Doçi dhe më kriminal se Safet Bajri. Po pse? Se ata rrinë në bodrumet e tyre, kurse ky rrinë në zyrat e qeverisë dhe i mbron ata dhe zbaton urdhrat e tyre. Zbaton urdhrat e tyre. Ja u arreston bandat rivale për të marrë votat e tyre.
shkon liron terroristët në Shkodër që i vendosin ku mund të kishim me dhjetrat plagosur dhe vdekur nga Tritoli në qoftë se Tritoli nuk ishte në tokë. Dhe shkon një liron ata që kanë vendosur. Dhe këto janë të gjitha dokumentuara. I akuzuar për vrasje, e avokatit, i implikuar në vrasje, dhe janë djegur dokumentat me proces verbal. A e kuptoni ku jemi, mor miq? Se çfarë kushtesh jemi? Por, megjithatë, është shumë e rëndësishme të ngrihemi në këtë betejë. Kjo është një diktaturë, ju garantoj, më e egër se e 91-shit. Më e egër se 91-shit, se 90, ato ishin në rënje në formë dominoje. Kurse kjo ka lobist të stërfuqishëm. Ndërkohë, interesat e shqiptarëve shkelmohen çdo ditë. Situatë dramatike. Unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë që në një ndërmarrje private të ketë patur 3 pegmarrje brenda 6 muajve. 3 pegmarrje. Kjo është ndërmarrja, kjo është Akshi, Agjencia Shtetërore. Agjencia Shtetërore në të cilën për të fituar tenderat Kunati Edi Rams dhe për djenin të qytetarëve vetëm tenderi për përmirësimin e inteligjencës artificiale, e kuptoni apo jo? 75 milion euro. Dhe sot po japin transhin e fundit 25 milion euro. Armand Frangut, i regjistruar si njeri që përcakton çdo tender, në fakt edhe me ndihmën e Kunatës. Duhet i themi gjërat, në regjistrim del edhe me ndihmën e Kunatës. Pra, në këtë sipërmarrje, që është sipërmarrja e dytë më e buxhetuar në momentet caktuara në vend, aty për tenderat rrëmbehen 3 biznismen. Një ish punojës dhe 2 biznismen. Dhe majnë fshehur për Geron Meshën s'kishte dëgjuar njeri. Erdhi nga Gjermania, se u arratis atje dhe bëri denoncimin. Nuk ka në këtë mënyrë me këto që tregojnë. Duan të mbrojnë me çdo kusht pasuritë e tyre të krimit. 300 apartamente, thonë mediat, ka Belinda Balluku. Ja çdo imagjinate. Po nëse Belinda ka 300, ju garantoj që Edi Rama ka të paktën 1000. Prandaj shumë me kulla. Dhe thonë shitën kullat, po i marrë kanë qeveritarët kullat. 300 apartamente ajo, me para taks paguesve. 4 milion euro i kam dhanat e fundit. Direkt, shi Shevere, 70 vjeçare Romane Konti, të Ergjys Agasit. Ju garantoj se as në bodrumet e prandorit japonis nuk i gjen ato ashtu. Jo. Dhe aty vinoteka Edi Rams. Sigurisht ai a guxojnë të ekspozojnë ajo është tjetër punë. Por kjo që them unë 4 milion euro
Shishe 70 vjeçare ver super Romana Conti. Këtu jemi. Nuk kanë asnjë kufi. Ndaj dhe shpresa e vetme është opozita. Shpresa e vetme është opozita. Ne duhet të ngrihem me të gjithë forcën tonë si përpjekje e fundit për të rrëzuar këtë narkoshtet. Është faktur gjithçka. Është faktur farsa elektorale në mënyrën më përfundimtare. Janë faktur vjedhjet dhe këto janë vetëm maja e icebergut. Janë faktur lidhjet me drogë. Një gazetë prestigjioze amerikane shkruante se disa agjenci zbulimi i kanë thënë asaj gazete se përfitues kryesor i klaneve të drogës është Edi Rama. Atëherë ne duhet të organizojmë format më të vendosura të protestës, të qëndresës, të revoltës. Të revoltës. Këta e kanë azgjësuar parlamentin. S'ka parlament. Parlamenti nuk ekziston. Ju e keni pa. Aty hyet dyet e mbyllaj, sa fillon edhe ikë. Zgjedhje të lira. Një qeveri e cila përgatit zgjedhje të lira është kushti gjitha kushteve për ne. Është thirrë data 22. Protestat tona do të diversifikohen me greva urie, me gjitha format. Në qoftë se ne vendosim të përmbushim misionin tonë. Edhe ne jemi të vendosur ta përmbushim. Protestat tona dhe të gjithë ne duhet kemi të qartë se me këtë regjim është jetike protesta e qëndrueshme, revolta e qëndrueshme. Ato janë format që rrëzojnë narkodiktaturat dhe diktaturat. Angazhimi sa më shumë i të rive në këtë betejë të cilën opozita do ta fitojë. Shqiptarët do ta fitojnë. Kur ndonjëherë nuk kanë qenë, zotëri e thash edhe dje, edhe do ta mbyll. Enver Hoxha që i kishte pa llogari, ja u them unë. Pa llogari. Absolutisht ta kemi shumë të qartë që gjithë korrupsioni i tij në 45 vite diktaturë, korrupsion materiale kam fjalë, ekonomik, nuk them anën mizore, gjaksore të tij, po si abuzim nuk është as gjysma, as çereku i drejtorave të bashkisë. Shkosh i një hoteli ju. Ajo vile e tij nuk u regjistroi ndonjëherë në emër të tij, as të familjes tij. Jo. Ishte pronë shtetërore edhe shkosh i një hotelin. 70 milion euro, 24 është hoteli i drejtorit bashkisë, Jerion Velis dhe drejtorit bashkisë. Këtu çmendam këtu. Këtu janë nuk kanë asnjë të përmbajtur. Mediat i kanë korruptuar në gjerë në palc. Dhe zbatojnë, por si brojnë, bëjnë avokatinë e tyre. Pra, mision. Opozita është në një mision të vërtet. Në një mision që kërkon sakrifica.
dhe unë jam i bindur se janë qindra dhe mijëra shqiptarë të gatshëm për sakrifica. Faleminderit.